Asufi ka qenë, nuk i kem numru, po ndoshta 30 pluma në trup i ka posa, ma shumë, po ka qenë hala gjallë. Unë po ushtarët, mitë, shokët, mitë, ushtarët, t'ja ndrydhë që shtu, t'i dalë plumat. Nuk është marrë me thonë, unë jam konë në që kë. Nuk është marrë me thonë, nuk më luftu. Kam shokë që ju vjen marrë pëse s'janë vra. Marrë, jo, thotë, pëse unë nuk janë vra. E një vetën keqë. Jo, nuk është marrë aja. Femi Rama dhe Nësëf Gëzhuli. Të dytë kanë shkue për me tërjek një familje, kryesisht familje vetë, po edhe një familje tjetër, dhe më thonë, prej një veni shumë të rrezikshëm. Vetë, dhe më thonë, kanë qenë. Dhe të dytë janë vra të i tërjek ata. Kanë bo luftë jashtëzakonshme që kanë tregu vetë personat që kanë qenë me ta, deri se janë vra. E veçanta është që komplet ato familje kanë pështu, këta e mbra. Dhe më thonë, këta e kanë kry punën taman, për çka janë konë dedikuar, për mi mbrojt njerëzit. Nësufin nuk e harroj, kur e kam pasprue, Nësufi ka qenë, nuk i kem numru, po ndoshta 30 pluma në trup i ka posa, ma shumë, po ka qenë hala gjallë. E kem kem qute doktori Fadil Beka, u konë edhe ky Halila i doktori tjetër, i na mbledh krejt, dhe u dash me qur me urgjencë në Kleçk, Nësufin, u dash kemi dhonë gjak, nuk kishe ku me prek. Ku pa ushtarët, mitë, shokët, mitë, ushtarët, t'ja ndrydhë që shtu, t'i dalë plumat. Normal, nuk ishë një kitë mrena, do ishën me si ona shë. Ka qenë të merë. Mirë po, Nësufi, ne kësi busqeshën, shumë interesant. Këtë kanë pështu ata tjerë, për menke, kanë pështu. Dhe këna qude në Kleçk, 100.000 peripeti, që ka qenë vështirë dhe mi transportuar, mi bajt krejt, po atje ka ndrujet, mas 48 orë, me sa e di, me sa më kujtohet tash. Aja ka qenë, shumë e thonë, një trimnije papame e një njerit, i nga të full për një njeri, se këta kanë shku me takudi kanë atje dhe kër e kanë posë situatën, këta i kanë zirë komplet ata, vetë kanë ra. Nuk janë dërzu deri se janë konë të gjithë sigurt. Kështu që, tash, me e vlerësu një dëshmor, me e caktu një dëshmor, kush është, sa është, qysh është, nuk ka, mos pari pesh, nuk ka që e matë, një dëshmor ma shumë ose ma i vlefshëm, ose ma pak i vlefshëm. Dëshmori, këtë janë për mu super vlefshëm. Qka e përcakton një dëshmor? E thash në fillim, kër e fillova historien, teme të rrugtimit, dëshmorin e pare për mena. Nuk e di, a i djallë, para se marrën kufija aty, a ka pas armë, a ka shkrip, a ka luftu krejt. Për mu, 100% dëshmor është. Momenti që ka vendos lufta dhe ka vish uniformën, a i është dëshmor. Për mu, ka vlerë shumë të madhe. A më kuptan. Kështu që, na do të me kuptu mas pari, na si pjestar të luftës, si veteran, krejt, falë, atyne dëshmorëve, na jem sot gjallë. Falë edhe atyne. Falë atyne dëshmorëve, invalidve, dimës, komplet që e këna po, sot e kem lirin. Nuk jem na që e kem shliru venin veç. Veni u shliru pas pari me vendosmëri të vetë popullit. Ka dasht më shliru. Se shumë letë është me kriju, me dasht, me qëllim, dikush një grup njerëzve që thojnë për liftojnë për liri, për nëse popullin nuk është i vendos, s'ka shansë. Atër ka qenë edhe populli i pregaditun, i vendos, që është shumë rëndësi. Tash, vlera e dëshmorit, kur është e madhe, kur është e vogël. Madhe është vlera e dëshmorit kur nuk harrohet. Ajo shumë e madhe. Kur harrohet, jo që është e vogël, s'ka vlerë mo. Pa nëse harrohet, atëherë shtohen dëshmorët. S'ka qare. Do më thonë, vjen prap lufta, prap armiku, prap do të me vazhdu. Vetëm, na do të me krenari çdo individ që u konë nuqëka, i shohën e hezitimet që kalun më 25 vjetë,
njerëzve, ju vjen pak edhe keq me thonë, ose me tregu, ose krejt. Mësë ju vjen marrë me thonë, në të krenohet si cili. Nuk është marrë me thonë, unë jam konë në që kë. Nuk është marrë me thonë, nuk kom luftu. Nuk është marrë me thonë, edhe kom ik në herë, si jam tut në herë. Ose konë situata, nuk është marrë. Nuk është marrë. Nuk do të mi ardhë marrë, kam shok që ju vjen marrë pëse si janë vra. Marrë, ju thotë, pëse unë nuk jam vra. E një vetën keq. Nuk është marrë aja. Konë krenar, për shok që i ka pas, për luftën që i pas, sepse në qëfare do variante, mu me diskutush, çka dojmë, në fund, lufta është fitu. E tash, a do të mi dhonë vlera njerëzve sot që janë gjallë, për nonat e veterantë. Jo më veterantë nuk kanë luftu për vlera. Kush e ka po men, që ka mendojnë me ta? Vlerat i për dëshmorit. Veteranit i vlera vetëm të e respektu, kur gjo tjetër, vetëm të e respektu. S'ka nevoj veteranit për kur gjo eq. Ka kry misionin jetësor, që pak njerëzve i për të njët. Ajo mundësi. Kanë kry ata. Po, e tash. Kush sa din me vlerësu, është, do shta pak edhe fajoni se në dhe kove të fundit, dhe viteve të fundit, nështë s'kena dalë për me tregu se qka të ndodhat, që ka ndodhat herat, pse ka ndodhat. U majtë pak si enigmë, se u konë, prapë thamë, jo mos të më thojnë diçka, jo. Po, prapë se prapë, na sot jetojmë me një shtet të kryum, tonin, të lirë, 1/6 e trojeve tona është kjo, mos të harrojmë, se 6 pjesë jena damë, njëve që kena pas shtet, që ka qenë Shqipnia, ta që kemi 2. Kam jetë edhe 4, nuk janë shumë. Banë. Po do të me punu. Mos më nalë. S'monë në ashtë të mogë dhe në ta jam, me banë tjetra. Veç do të me punu. Mos më nalë.